Tuna. Pse? Nuk ishin, shiko, A ka mes pauzës edhe ati momentit dhe deputet më mungun fizikisht aty. Vetëm pak. Ka qeni sigur që pakicat ju serbe votojnë për gjithë shka. Në gjitha procedurë. Duda Balje vetëm Berisha këta, a janë grup ose jo? A janë me Juve ose me, a janë me ty ose me Behramin? Se e pa që me Behramin Duda u përshëndet sot kam përshtypje. Po, në kuvend aty, po. Me kë janë? Artan Behrami foli për një tezë pazarë, nuk e di është ta kë hap tezë, po... Jo, e di, po du me thonë se tani gjithë shka reduktohet numra, i keni ose si keni? A janë me Juve ose me ta? Shikoni, bisedimet... Se edhe për Behramin kam pyetje tjetër. Sot është mungu rasti për fazën A të konstituimit të institucioneve. Është huq rasti për fajin e partive të opozitës. Bashkë me listën serbe që u bon kështu dhe e bllokun këtë proces. Ti për mu ka pas koordinim me listën serbe? Nuk e di, s'mund të them që ka pas koordinim, po në fakt yjet u përputhen në atë moment. Galaktika. Yjet u përputhen. Yjet u përputhen. Edhe kështu që kjo është një farë lloj mungese respekti edhe për institucionin, edhe për votuesit që kanë votuar këta njerëz. Edhe për krejt procedurat se ne kemi tradit, megjithatë një farë tradit institucionale këtu është. Dhe tash me bot habiturin, që do thoni ata vërtet nga Shqipëria, me bot habiturin se shiq ka na ndodhi sot, e shiq çfarë procedure, e shiq çfarë dhunimi kushtetutës, kjo është pak e rëndë me u plasu në opinion, do të thotë as nuk është nuk mundeni me kërku falje, po më dojë me gjetë me bo viktimen në opinion, se nuk e han askush, nuk e pranon askush këtë farë. A ka qenë sot interesum Kurti me konstitu kuvendit dhe me bo qeveri? Po, sot ne kemi qenë të interesum me... Pse s'da doreqe? Po doreqe, po kuptoni ju. Po pse që ty ke letra ka është dorëzu. Pse se da? Albin Kurti me komplet ministrat dhe qeverin është deklaru i dorëheqën. Okej, se për pak headline-in e korrekt. Okej, për pak minuta do duhet ta lirojmë Behrami, unë kam një pyetje, ndoshta me Blerimi e ka një reagim tjetër. Unë kam një pyetje. E kam një pyetje për Behramin. A ka unitet brenda Partisë Demokratike të Kosovës në kuadër të deputetëve, sepse u përfol që një deputete ka reaguar ose ka votuar ndryshe sot në një moment, paktën nga mediat online. Bëhet fjalë për zotin Morseli. A është brenda grupit apo ka ndodhur ndonjë gjë që opinioni publik duhet ta di, sepse tani flasim për situatën e lëvizjeve të deputetëve, lëvizje së mundshme, e nuk e dim nëse ka ndodhur kjo ose jo. Ju e dini më mirë. Urdhro. Ja, në brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka unitet të plot, është një disponim shumë i mirë i grupit parlamentar, është një përbërje jashtëzakonshme e këtij grupi që vërtet tona grupet edhe matri, edhe pak më të vjetë, edhe me ata që kanë përvojë dhe bagazh intelektual nga fusha të ndryshme, kështu që grupi është kompakt, natyrisht që sot seanca ka qenë shumë dinamike dhe për neve që kemi qenë deputet për herë të parë ka qenë edhe konfuze se po e qartë, edhe zonja Morseli për herë të parë. Sepse këto procedura për dikon që është për herë të parë, kushtërëm edhe dikush që unë që ka një farë përvojë në për institucione nuk është edhe aq e lehtë. Prandaj unë mendoj që edhe nëse ka ndodhur ndonjë gjë e tillë që unë nuk besoj, mund të ketë ndodhur nga ndonjë habi e çastit, por asesi grupi. Pra nuk është zonja në fjalë, nuk është zonja në fjalë do e mbështes zotin Kurti ose kështu ka diçka. Jo, votimi ndryshëm ka ndodhur në ulëse të që del kundër qendrimit të Partisë Demokratike të Kosovës është janë 24 deputetë që janë shumë unik, që janë shumë kompakt, edhe ne do ta vazhdojmë punën tonë në respektimin e ligjeve që zoti Kurti vetë i ka votuar dhe mbi gjitha në respektimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të cilat janë më të rëndësishme se sa këto pikat e zotit Kurti që del dhe mundohet që të imponoj ligjet e veta, të imponoj doktrinat veta. Fundit, a do ta votoni zotin Limaj si kryekuvendar? Po kjo është adem një pyetje hipotetike, ne është qendrim i Partisë Demokratike të Kosovës që kryeparlamentari që vjen në çfarëdo formule
ose në damas, ose bashkë me lëvizjeve të vendose, nuk e ka votën e Partisë Demokratike të Kosovës, kështë qëndrime të të cilën besoj që të ta